Do bëjmë çmos që ta kthejmë LSDM në pushtet edhe për të mirën e shqiptarët. Shqiptarët do ta shohin se ne 70 kur them ne, çdo funksionar i LSDM-s, asnjë shqiptarit nuk i tha do të krahej për veshit. Themi troç. LSDM-ja 70 asnjë mediumi nuk i tha më andej. LSDM-ja çdo banorit u tentua ti ndihmoj. LSDM-ja antarësoi vendin në NATO. LSDM-ja ndarjet me etnike në baza etnike, me thoni 7 vite nuk kemi dëgjuar. Kjo do t'ja pranojmë. Mirë po, ka gabime. Ka gabime në shumë drejtora që LSDM-ja i vendoi dhe u bon sherif dhe edhe humbën partinë edhe sot nuk janë kërkuar edhe bojnë analiza se kush i ka fajet, i ka fajet Agroni, i ka fajet Venko, i ka fajet Zaevi. Jo, nuk mund t'i ketë faj Zaevi që i vetmi person ka shku si fitues në shpinë e vetë. Kush e lën koltukun e kryeministit 2 vjet më parë edhe t'i garantoi partisë qeveri stabile dhe ta lënë pozitën. Edhe këtë do t'jesë një temë mbyllur për këtë dhe mos shohin politikanët edhe politikanët shqiptarët merren me emrin e Zoran Zaevit se shumë leksione din edhe ai të mbaje, mirë po ka vendosur që të qëndroj i heshtur për herë opinion.